Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin e parë për muajin e bekuar të Ramazanit. Urime ju qoftë të gjithëve ky muaj i bekuar. Në natën e parë kemi përgatitur për ju shikues të nderuar emisionin me temën Kam vendos me agjeru. E që shpresoj që të gjithë kemi vendos të agjerojmë këtë muaj, të cilin Allahu e veçoi, e bekoi dhe na e bëri obligim që të agjerojmë. Për këtë temë kemi ftuar Magjistër Besa Ismailin, doktoreshën Rukie Mehmeti dhe psikologën Edona Kida. Zonja Besa, si do të përgatitemi të agjerojmë këtë muaj? Bismillahirrahmanirrahim. Edhe njëherë po vije Ramazani i bekuar dhe mendoj se nga gjitha momentet në jetën e një muslimanit cilat pritën pa durim janë dy. Ato se kur do të vjen Ramazani dhe kur do të shkojmë për haqë. Dhe elhamdulillah tashmë po presim Ramazanin dhe mendoj se përgatitja secili në zemrën e vet, në mendjen e vet i ka filluar, madje disa edhe praktikisht duke bërë agjerimet e 3 mujorit përpara Ramazanit. Mendoj se duhet të bëjmë atë çfarë na porosit Allahu xhaleshanahu në Kur'an, i cili na thotë se duhet të përshpejtojmë, të punojmë punët e mira, sa kohë që agjerimi është të mburoj ndaj zjarit dhe të mundohemi që të pajisim në një mburoj si kjo. Nderuar doktoresh, a mendoni se agjerimi ndikon në shëndetin e njeriut? Edhe unë si Besa në radhë të parë, po uroj të gjithë besimtarëve musliman, muajin e shejtë Ramazanit, dhe për pyetjen të cilët më bët, kisha me u përgjigj se Ramazani i ka dukurit e veta shumë të mira dhe efektet shumë të mira në shëndetin e njeriut, dhe mendoj se në momentin kur njeriu vendos të agjeroj, ai ka vendos në një mënyrë ta pastroj organizmin e vet, sepse gjatë tër vitit njeriu han, ushqet, ndonjëherë në mënyrë të kontrolluar, ndonjëherë në mënyrë të pakontrolluar, dhe muaji i shejtë i Ramazanit është muaji në të cilin bëhet pastrimi i organizmit nga shumë helme të trupit dhe në këtë mënyrë ndikon në përmirësimin edhe të shumë sëmundjeve në organizëm, në radhë të parë të tensionit të gjakut, pastaj të sheqerit, të cilët nuk janë insulin vartës, sepse personat të cilët varen nga insulini ata nuk mund të agjerojnë, mirë po personat që janë jo insulin vartës, ata në kohën e muajit të Ramazanit në shumë raste, mund të e kam pas dhe praktike në shtëpi nga bashkëshorti tim, i cili në muajit të Ramazanit ka pas vlerat e sheqerit shumë në rregull, do me thonë në vlera normale. Pastaj ndikon në rritjen e memorjes në muajt e Ramazanit, edhe pse disa mendojnë se në qoftë se fillojnë me agjeru do të kenë dhe mbi koke normal personat të cilët për herë të parë agjerojnë dhe gjatë fillimit të agjerimit lidhen disa komponente, se nuk është vetëm agjerimi vendosa me agjeru kry, mirë po kur neve e kemi obligim dime dhe kemi vendos për hir të Allahut të agjerojmë, atër kjo është një lehtësi e jona, sepse ne kemi vendos dhe do të arrim këtë problem. Dhe çdo herë kur agjerimi fillon me dyshje, atër do të kemi probleme më të mëdha në agjerim. Mirë po ditët e para për agjerim për çdo person janë pak më të vështira, 2-3 ditë e para, duke pasur parasysh se neve kemi mësuar një rutinë të ushqimit tonë, hajmë të rjerë ditë, pijmë, do me thonë kafe, çaj, do me konsumojmë sasi të mëdha ndoshta edhe të ëmbëlsirave, ëmbëlsira dashësit, dhe në momentin e agjerimit ne duhet të ndërprejmë këtë mënyrë, këtë rutinë të ushqimit, dhe në fillim normal mund të kemi pengesa, mund të kemi dhëmbje koke, mund të kemi mundim, vjellje, mirë po këto shumë shpejt tërhiqet me qenë se organizmi adaptohet, sepse në këtë kohë normal kur fillojmë të agjerojmë, duhet të dimë edhe mënyrën edhe të ushqimit, edhe të sjelljes. Shpesh thuhet për shembull, muaji i Ramazanit nuk është muaj, me qenë se në këtë muaj
shumicën e rasteve njerëzve kanë humbje peshe. Mirë po, agjërimin nuk do ta marrim si muaj në të cilën ne e përdorim si dietë për humbje të peshës, sepse shumë dietolog në të vërtetë në muajin e Ramazanit nuk kemi kurfar mungese të vitamineve, mineraleve, meqense e hajmë ushqimin e përditshëm, e jo sikurse në shumë dieta të cilat për shembull janë të kohë pas kohshme, në të cilat për shembull mjeku i përshkruan sot do të ham vetëm karbohidrate, nesër vetëm proteine, nesër masjesër vetëm pemë. Prandaj është një mënyrë në muajin e Ramazanit nuk ndron mënyra e ushqimit, por ndron koha e ushqimit. Dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme që të dimë edhe si të ushqemi, që të kemi sa më pak probleme të organizmit. Dihet se mëlçia është një fabrik në të cilën bëhet detoksikimi apo largimi i helmeve, përpunimi i ushqimit, dhe në muajin e Ramazanit merrni me mend mëlçia shpëton, se pushon nga të gjitha ato ngarkesa. Duhanpirësit që unë për çdo ditë i shoh dhe gjithmonë thonë se nuk mund të ri pa duhan, nuk mund të ri një orë. Mirë po gjatë muajit të Ramazanit, derisa unë gjithmonë i pyes, a agjeron? Dhe kur ata thonë po, agjeroj, atëherë thonë, ti do me thonë, ke mundësi me lanë duhanin, meqense prej fillimit prej syfyrit deri në iftar, ti nuk pin duhan. Do me thonë, është një mundësi e mirë që ata ta lënë duhanin. Ka dhe shumë efekte tjera, po besoj që gjatë emisionit do të bisedojmë, do të vazhdojmë, do t'ja ulojmë radhën pak edhe të tjerëve. Sigurisht. Zonja Edona, cili është aspekti psikologjik i agjerimit? Përshëndetje, së pari deshta t'ju falenderoj që më keni dhënë privilegjin me qenë në një emision të parë për muajin e shenjtë të Ramazanit dhe njëkohësisht gjithë besimtarëve islam t'ju uroj këtë muaj. Është shumë e vërtet sepse i shpalosi disa pjesë të funksionimit organik gjatë muajit Ramazanit doktoresha, dhe është shumë e vërtet që ne nuk mundemi me imagjinu jetën psikologjike pa pas bazën organike, kështu që në momentin që ekzistojnë ndryshimet organike, patjetër se do të ketë edhe ndryshime psikologjike. E përmendi profesoresha shumë mirë ndryshimin e toksinave në organizëm gjatë kohës që ne i bëjmë një rutinë tjetër mënyrës së ushqimit, dhe është e vërtet ky ndryshim i helmëve që futën në organizëm përmes ushqimit, jo vetëm që e bën ndryshimin fiziologjik në organizëm, por e bën edhe një ndryshim psikologjik. Do të thotë njeriu është në gjendje të sheh në një formë apo në një perspektivë tjetër. Dhe çfarë është shumë e rëndësishme në kuptimin psikologjik gjatë muajit të Ramazanit, është e rëndësishme fakti që përmes ritualeve apo përmes mënyrës se çysh personi është i orientuar të agjerojë, do të thotë përmes këtyre ritualeve ai fillon të krijojë një farë vet observimi gjatë muajit të Ramazanit. Dhe e përmendi shembullin doktoresha te duhanpirësit. Është me të vërtetë normal, ndryshimet organike ndodhin edhe ka njëherë pikrisht ato e bën njeriu ndoshta mundi për disa momente i lodhën, sidomos në ditët e para të Ramazanit, mirë po kjo shumë varet prej bazës psikologjike, sa ne të përkushtuar në qëllimin për me agjeru, do të thotë, dhe gradualisht baza organike do t'i adaptohet ndryshimeve, ndërsa fuqia gjithmonë do të vjen prej bazës psikologjike, do të thotë. Në këtë rast u përmendën si shembull, ndoshta po i përmendim shpesh duhanpirësit, mirë po ndoshta ata do të kenë faza euforie gjatë agjerimit, sepse do ta ndinë nevojën për duhan, mirë po është e rëndësishme që në këtë kohë ekziston mundësia vetkontrollit. Dhe do të thotë në momentin që njeriu shton vetkontrollin përmbi sjelljen e vet, ky është një element shumë i rëndësishëm në kuptimin psikologjik, që ky njeri do të thotë të zhvillohet apo në një forme të pastrohet tentativisht në kuptimin psikologjik prej disa sjelljeve jo të duhura apo gjëra të ndryshme kësaj lloji. Do të thotë është shumë e rëndësishme të potencohet që në kuptimin psikologjik njeriu gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit kuptohet, shton ritualet fetare, shton lutjet e ndryshme, është i bindur në lutjet që i bën, dhe në këtë rast ai gjatë gjithë kohës i bën një vet observim vetvetes. Çfarë do të thotë pyet veten, a jam unë ky që duhet me qenë, kush jam unë, e kështu me radhë, që janë kryesisht pyetje që lidhen me vetë reflektimin, me të njohurit e vetvetes, të njohurit të anëve pozitive, negative dhe luftimit për mi te i kalu ato. Dhe do të thotë muaji i shenjtë i Ramazanit për besimtarët islam është një muaj ku ata i përkushtohen vetvetes në kuptimin psikologjik plotësisht, dhe sigurisht që
Çdo kush që jep kohë vetës me reflektu të vetvetja vet, do t'i ndihmoj ky reflektim për një mirëqenie psikologjike, sidomos tani në shekullin 21, kur ne jem vazhdimisht të preokupum. Shumë mirë e tha doktoresha, nuk do me thanë që ne po bëjmë dietë sepse vetëm po ndryshon mënyra e të ushqyerit apo ritmi të ushqyerit, ndërsa ne po i marrim të gjitha materjet e nevojshme në organizëm. Shpesh herë si rezultat i angazhimeve të shumta apo stresit që e posedojmë jetën e përditshme, në një farë forme i bëjmë disa agjerime që s'mujmë i quajt agjerim, po ndodh ka një herë në zën teri pa hangër buk, do me thanë, thjesht... Më falë që po ndërhyjtë në atë kohë, na po ngarkojmë gjatë tonë asaj kohës, kafe, çaj, që do të diçka që po e ngarkon, po jo t'rregullt, që dhe ma tepër po e ngarkon edhe po e helmon në një mënyrë organizmin, mënyra jo e rregullt. Gjithsesi, do të thotë dhe në këtë rast, do të thotë ne vetëm po krijojmë një orar për vetveten tonë, në mënyrë që thjesht të dim ta shijojmë edhe bukën që po e hajmë fundit në iftar. Sonja Besa, mund të na thoni si agjërohet në Kosovë? Po ndërlidhe me mohabetit të dy nderuarve, të cilat po i referohen shumë vetë përmbajtjes, do thotë kontrolli që njeriu ja bën trupit të vet, shpirtit të vet. Në surën An'am në Kur'an thuhet Allahu është me ata të cilët vetë përmbahen. Do thot ata të cilët përsaktojnë një kontroll mbi trupin e tyre, nevojat e tyre, madje edhe shqisat e tyre, mënyrën se si do të flasin, ku do të rinë, me kë do të rinë, çka do të mendojnë, si do të veprojnë. Do thot është diçka që njeriu paraprakisht sigurisht ajo nuk është aksidentale vetë përmbajtja, ajo do një parapregaditje, siç po e përmend edhe psikologja dhe doktoresha, një parapregaditje psiqike dhe shpirtërore. Prandaj edhe në aspektin teologjik me Ramazanin ne kemi të bëjmë me diçka që quajmë niyet, për të agjeruar, dëshirë për të besuar. Agjerimi në Islam është prej kushti i tretë, do thotë obligimi i tretë, i cili vije pas besimit dhe pas namazit, që faktikisht pasi ti kemi ne disa bindje mirë të brumosura në mendjen tonë që Allahu është një, nuk ka të adhuruar post tij, që pejgamberi a.s. Muhamedi është profeti i tij i fundit, që ne falemi, që ne dim që për veprat e mira shpërblehemi dhe për ato të liga ne ndëshkohemi, dhe mbi bazën e kësaj që do thotë besojmë edhe në xhenetin edhe në xhehenemin dhe besojmë që agjerimi është një mburoj nga kjo e dyta, do thotë është një parapregeditje shpirtërore për të filluar dhe për të bërë diçka. Dhe natyrisht secili besimtar ka krijuar atë plan, atë agjendë, si me thonë, ka përgatit vetën e vetë për diçka të tillë, dhe ajo përgatitje nuk vjen nga jashtë. Ajo buron nga zemra, nga thellësia e shpirtit, nga një bindje. Dhe kushdo që fillon, pavarësisht gjitha vështirësive për cilat ne po flasim, ata të cilat më flasin dhe ata të cilat i kemi përjetuar, pavarësisht sa vështirësi ne kemi marrë si parashikime të mundshme sa për të si me thonë, sa për të luftuar ato më lehtë, në fakt, momenti kur kemi filluar agjerimin, ato sikur u zhdukën, sikur nuk qëndron asnjëra prej tyre, sikur nuk kemi fare lodhje, sikur nuk më dhem koka për asgjë, sikur unë po fluturoj, sikur unë po kënaqem, dhe sikur unë jam ngopur, sepse jam ngopur shpirtërisht, me besimin tim, me atë bindje që tek Allahu unë jam një person tashmë më i privilegjuar nga të tjerët, më i mbrojtur, sepse madje kur po flasim për shije dhe për gjërat, ne duhet të dim që momentin kur njeriu fillon fazën e agjerimit, nuk është në të njëjtin stad siç ishte më parë. Jo për hir të planeve dhe agjendave, le të themi aty në ndryshimeve që i mësojmë, po nuk jemi të njëjtë nga të tjerët, sepse as tek Allahu nuk është një gjë e njëjtë. Më kujtohet si fëmijë, madje kam lexuar një nga shkrimet cilat nuk di si t'i referohem nëse ka qenë hadith kutsi apo çfarë ishte, ku thotë është era e xherusit, goja e cila nuk kanë ushqim, natyrisht e ka një erë, por që në përshkrim e tutje thot po për Allahun, ajo është era aroma më e këndshme, sepse nëse çdo vepër njeriu e bën për një arsye apo tjetrën, për dikën, për vete, për dynjan, për familjen, agjerimi kryekput është punë që i përket që është dhurat vetëm për Zotin. Dhe sigurisht çdo dhuratë tjetër, cilën ne përgatitemi ta
ta palosim mirë, ta mbështjellim mirë, ta dhurojmë në mënyrën si e dhurojmë, shpesher themi nuk është më rëndësi dhurata për mënyra si i dhurojmë. Ne atë agjerim duan t'ja dhurojmë Zotit tonë, duan ta deponojmë, do thot një vepër të mirë vetëm për veten tonë, vetëm për shpirtin tonë. Prandaj mendoj se këtu është fuqia e këtij agjerimi, këtu është fuqia e daljes së mban këtij Ramazani, edhe këtu madje është edhe malli për Ramazanin. Paramendoni gjithë vitin njeriu po flas për atë nga përvoja edhe të atyre të cilët ndoshta fillojnë për herë pa Ramazanin. Gjatë gjithë vitin mban derte se si do ta kalosh Ramazanin, ndërsa të gjithë ata të cilët hyjnë me agjerim në Ramazan qajnë javën e fundit, qajnë 10 ditëshin e fundit, qajnë se po shkon Ramazani edhe çka do të bëjnë, do thot pas Ramazanit. Përkundër gjithë arsyetimeve që mendja e njeriut mund t'i jap, e cilat janë të çmuarshme, edhe këto të psikologëve dhe këto të doktoreshave dhe të shkencëtarëve, e cilat zbulime ne akoma do të shohim dobitë e saj, mendoj se mbi të gjitha është diçka që e përjeton njeriu shpirtërisht dhe çka do që shpirtërore nuk qitet lehtë nga një organ si goja për të përshkruar, por megjithatë kjo është Ramazani. Dhe të ndërlidhem edhe me pyetjen që ju përmendet për Ramazanin në Kosovë. Nuk e di, unë për shembull, nëse flasim edhe nga përvojat tona këtu vendore, edhe familjare, kujtimet më të mira të fëmijërisë sime unë i lidhi me Ramazanin, me xhamin, me tupanin, me fëmijë që mblidhen para iftarit për shkuar në shtëpi për treguar se ja erdhi tupani u bë iftari, kemi Ramazan, ka një jeshi, ka një rënd. Pastaj më kujtohet edhe e gara e fëmijëve se kush po agjeron, kush s'po agjeron, kush sa ditë ka filluar me agjeru, se natyrisht si fëmijë jo të gjithë fillojm Ramazan komplet, fillojmë me natë të parë, me natë të mesme, me natën e madhe të Kadrit e gjëra të tilla. Dhe mendoj se në Kosovë ka një traditë jashtëzakonisht të bukur, edhe të përshpirtshme të mbajtjes së Ramazanit. Edhe madje edhe në ato vitet cilat nuk kanë qenë, nuk them e lejuar, po ka pasur sanksione serioze ndaj besimtarëve kudo, mendoj se edhe atëherë madje jeshia e Ramazanit ka qenë shumë e madhe, mbas edhe më e madhe se tash, nuk e di, nuk mund të pohoj një gjë të tillë, por si është manifestu kjo? Ndoshta nuk është e tepër të flasim për shembull që gjithmonë teravit janë mbajtur në Kosovë dhe pas iftarit do thotë nëse jemi ngutur të bëjmë diçka është që të falim akşamin, të përmbledhim punët e shtëpisë dhe të shkojmë në teravi. Sepse në teravi aty përveç që jemi falur më gjatë, kemi mësuar, madje kemi mësuar edhe si të falemi, sepse me 20 rekate dhe me një dëgjim të Kuranit të vazhdueshëm, ne kemi mësuar edhe sure, më kujtohet si fëmijë, unë shumicën e sureve i kam mësuar nga imami i cili i këndonte ato vazhdimisht për 30 net, për nga 20 rekate sa kanë qenë të teravive. Pastaj jemi mbledhur me motra dhe me besimtarë të tjera, kemi diskutuar, kemi mësuar, gjatë ndërprerjeve që kemi pasur gjatë pauzave të namazit, ne kemi marrë një libër, kemi lexuar, njerëzit janë ftuar tek njëri tjetri, iftaret kanë qenë tubime familjare, tubime të miqve, tubime me ata cilët ti ke pas mall, cilët më së paku ndoshta ke pasur mundësi t'i shohësh, dhe me të vërtetë ka qenë jeshi, dhe është edhe sot akoma kjo jeshi, të ftosh atë të cilin nuk të fton, ta vizitosh atë të cilin nuk të viziton. Kjo është madhështia e Ramazanit që e bën, duke ngritur gjitha këto vlera shpirtërore, i bën disa vese të zhduken apo të minimizohen, që krenaria e njerëzve, le të themi, ndjenja për hakmarrje, ndoshta pezmi, ai zemrimi, sikur zhduket dhe sikur njeriu i haron gjitha të këqija, sepse shpreson, edhe ai shpreson që t'jeti falur një ditë, qofse i fal të tjerë do t'jesh i falur, thot Allahu xhaleshanuhu, qofse i but me tjerë, Allahu i do të butë, sepse edhe ai vetë është i butë. Dhe thot janë këto ato veçoritë të cilat e kanë bërë. Unë kujtoj, nuk e di, mendimin tim do të them se Kosova nuk ka qenë asnjëherë më e bukur se sa muajit të Ramazanit. Unë kujtimin tim për vendlindjen time e di kësaj që kemi pasur një vdekje totale
të jetës publike në qytet. Nuk kam punuar as qepaftoret, as burektoret, as kafiterit e trinjve, as një gja. Por ama mas iftarit jeta ka qenë plotësisht të ndryshe. Mos lasim pastaj edhe për ditën e Bajramit. Dhe njerëzit mund të fitojnë përshtypje të ndryshme varësisht prej vendit ku jetojnë. Ndoshta kryeqyteti, si çdo kryeqytet i botës, mund të ketë popullsie, tradita të përzira, madje edhe njerëz edhe pa tradita dhe pa identitete, por në qytetet tjera, ku në fakt popullata është ende kompakte dhe ku nuk ka pasur dyndje të tilla, mendoj se këto tradita ende ruhen dhe janë shumë të mira dhe madje në jetën e sotme stresuese dhe moderne priten me shumë mall. Thuaj se një jetë normale të bukur dhe me ndjesi e ndjejmë vetëm gjatë muajit të Ramazanit dhe ju edhe aq gjatë 11 muajve të tjerë. Do të ndërlidhesha këtu sepse më bani shumë përshtypje mënyra e shprehjes qaq emocionale për anës Besës, do me thënë pikrisht e përjetoj edhe u kthy në atë familjinë e vet në të kaluarën. Do të thotë pikrisht unë besoj që mrekullia e agjerimit të popullit musliman është pikrisht fakti që nuk është agjerimi vetëm të mbetesh pa ushqy. Do të thotë ekzistojnë edhe një mori normash tjera të cilat e bëjnë këtë ta merr një vlerë shumë më të lartë e që unë personalisht e shoh pikën të vështrimit psikologjik, do të thotë. Në këtë rast, pikrisht qëllimi për cilin falem më herët, edhe ideja që Besa e potencoj më duket që veç muaji Ramazanit është pjesa e jetës, do me thënë, ideja është që pikrisht ne, sidomos në shekullin 21 dhe me një mori stresësh falni dhe aktivitetës ndryshme në jetën e përditshme, do me thënë ne bëhemi rob të dëshirave në një farë forme. Ekzistojnë stimuj të mjaftueshëm për jashtë që më na bë me u josh ndaj tyre. Dhe në këtë rast shpeshherë njerëzit, sidomos tani që ka dallime klasore, ne shohim gjithçka në rrugë dhe normal që shet diçka të mirë ka qef me mbri për veten. Kështu që do të thotë ne vazhdimisht jem pre e dëshirave dhe luftës për me arrit përpara. Dhe nuk mundemi me kuptu se sa ato e ndikojnë jetën tonë, mirëqenien tonë, qoftë në aspektin shpirtëror, qoftë psikologjik, qoftë fizik, biologjik, do thotë. Dhe në këtë rast do thotë për herë të parë në muajin e Ramazanit njeriu është në gjendje me u ndal, me thonë stop, edhe me i mendu gjanat për vetveten e vet. Dhe në këtë rast nëse dikush në fillim e shes si durim muajin e shejt Ramazanit, sepse për atë që sagjeron, me të vërtetë është një farë ideje që ju po duroni, e ndoshta në kuptimin organik që u përmend ndoshta ditë e para derisa të mësohet ritmi është pak vështirësi. Megjithatë, muaji i shenjtë i Ramazanit bjen edhe një farë mirënjohje apo një farë kënaqësie për cilën foli shumë bukur Besa, do të thotë që në një farë forme besimtari kënaqet me çata që e ka. Do me thënë mjafton, reflekton mbi vetveten e vet, është i bindur mbi një superfuqi, edhe në një farë forme u përmendën edhe ritualet më herët, do me thënë e përmendi Besa dhe mënyrën e dëgjimit Kur'anit në xhami dhe do me thënë eksperiencat e veta. Njeriu në kohën e Ramazanit përveç që reflekton, plotësisht e bën një lidhje me krijuesin dhe beson në një mbi fuqi dhe në kuptimin psikologjik do të thotë njeriu si qenie që shpeshherë është e dobët, do të thotë ai bindet që ekziston diçka përtej fuqive tina dhe në momentin kur ti e përjeton atë në mënyrë intuitive tu përkushtu, është shumë më reale, është shumë me impakt më të madh se sa kur veç e kupton intelektualisht. Do me thënë, shumica njerëzve e kuptojnë intelektualisht që ekziston një mbifuqi. Mirë po në kuptimin e përjetimit të drejt për drejt, kur ti agjeron dhe sakrifikon për me u lidh në një farë forme me çat mbifuqi, atëherë do të thotë kjo e ka një impakt shumë më të madh psikologjik. Vazhdimisht të gjitha studimet që e tregojnë ndikimin e agjerimit, sepse agjerimi nuk ndodh veç te musliman. Do me thënë, ajo është një vlerë e cila është bartë me shekuj dhe e kanë edhe popujt e tjerë, jo vetëm ne. Edhe pse forma ndoshta ndryshon. Kështu që do me thënë, ndikimi shumë i madh psikologjik i agjerimit të njerëzit përshkruhet pikrisht me mundësinë që ai i jep njeriut
të fokusohet në brendësinë e vet. Dhe kur psikologët e quajnë inner being, se ata nuk i thojnë shpirti, sepse në momentin që nuk mund me vërtetu shpirtin si një dukuri, do të thotë mirën me gjendjet shpirtërore, emocionet, mendimet, po gjithmonë që ajo inner being, që ajo përbrendësia është diçka më shumë se që kaq. Do me thanë dhe pikrish këto është vlera e agjerimit, që njeriu fokusohet te vetvetja, e kupton vetveten më shumë dhe tenton në kuptimin, do të thotë, në kuptimin e përgjithshëm me u avancu në kuptimin shpirtëror. Është e vërtet, Ramazani është një falëndjenje, po më duket çdo ditë duket si fest. Çdo ditë është fest. Prej momentit kur qohesh në syfyr, deri momentin kur veç fillon edhe iftari, edhe tankon është ajo një atmosferë festive në shtëpi, në qytet, është muaj i shoqërimit, muaj që do të thotë njeriu që tha edhe zonja Besa, se njeriu me vërtet në një mënyrë i harron edhe urrëtitjen, edhe mllefin, edhe krejt në një mënyrë e don njerëzimin, edhe e kupton që do të thotë është ma emocional, edhe e kupton edhe të varfërin, edhe të pasurin, edhe krejt, kupton çka do të thotë të jesh i uritur. Dhe që është me vërtet është muj shumë i madhe dhe është një kohë ku njeriu e përmbush vetveten edhe e nin veten shumë mirë. Dhe mendoj se në këtu unë kisha me shtu nështë gjatë mujtë Ramazanit në shumë studime të cilat janë bo, saj përket shëndetit, edhe pse në Kuran, dhe më thonë, asgjë nuk është e rastishme, çdo gjë është shkruar në atë mënyrën e vet, që do të thotë gjithçka e ka atë kuptimin e vet, dhe mendoj se thuhet 1/3 është për ushqim, 1/3 për ujë dhe 1/3 për frymarrje, që do të thotë çdo herë në organizëm do të lehet një pjesë e saj dhe e zbraz në lukth që të mos ngarkohet, në mënyrë që të mos ngarkohet vetë organizmi i njeriut. Zorë do të pushojnë një kohë, mëlçia do të pushojnë një kohë, veshka do të pushojnë një kohë, zemra nuk do të ngarkohet një kohë, që do të thotë truni nuk do të ngarkohet një kohë, se është ajo ndjenja kur për shembull nemi bëhet shpesh pyetje si do të ushqehemi gjatë muajit të Ramazanit dhe çka do të hajmë, çka do të pim. Mendoj se nuk ka ndonjë ndrim të madh, vetëm ritmi ka ndru prej syfyrit deri në iftar, mirë po mendoj se gjatë është e rëndësishme të hahen ushqimet të cilat kanë përmbajnë fibra, të cilat treten më ngadalë, jo ushqimet e rënda, sikurse mishnat, yndyrnat, brumrat, të cilat vështirë treten, edhe ato në të vërtet personat të cilat e ngarkojnë lukthin. Zoti me të madhvetin i ka rregullu në mënyrë gjanat të tilla që thot kur lukthi ngarkohet, pse janë njerëz të trash, vazhdimisht dhe vazhdimisht tunt. Pse ata ngarkojnë lukthin shumë, edhe ai lukth nuk duron, edhe do në zbraz sa më shpejt prej asaj ngarkese, prej asaj peshe. Edhe ata derisa sa të njerëz normal, ndoshta brenda 2 orë, 3 orë, dashmë zbraz lukthi, te njerëz të trash asnjë orë nuk shkon, edhe lukthi zbrazet edhe ata shumë shpejt mandej kanë uri. Edhe aty është problemi, se të thotë duhet një edukat, një kulturë edhe ushqimit, që nuk duhet të hamë sasi të mëdha, gjithmonë kafshata do t'jenë të vogla në mënyrë që ato të treten, të qohet impulsin të ruse, t'i ka ngrë mjaft, se nuk do të thotë nëse ha shumë në iftar, ose nëse ha shumë në syfyr, nuk do të untojmë gjatë ditës, nuk është e vërtet. Po duhet të hamë, hurmet janë një ushqim shumë i begatshëm me fibra dhe kanë vitamin A, vitamin K, edhe kompleksin e vitaminës B, dhe hurmet janë shumë të ushqyeshme, edhe ato nuk lejojnë që ti të kesh uri të madhe, që do të thotë është shumë e preferueshme që gjatë në syfyr të hahen hurmet, jo vetëm në iftar të fillohet iftari me hurmet, do të thonë asgjë nuk është e rastësishme këto. Sasitë e ujit nuk pihet shumë në iftar ose në syfyr. Po, mas iftarit e deri në syfyr, ti pe 1 litër e gjys deri në 2 ujë, e cila organizmi e manët sasitë të ujit. Do të thonë qelizat e tua nuk vujnë për ujë, nuk vujnë për ushqim, që është e rëndësishme të mos hahen ushqime të cilat kanë shumë malmesa, të cilat janë shumë të kryposura, sepse ato gjatë ditës do të thajnë dhe do ta ndish veten të lodhur. Shpesh them agjëruesit të cilat për herë të parë
fillojnë, ata do të kenë problemin më të madh, ndoshta fillimin. Edhe pse doktoresh, ndoshta unë kisha dashur më ta bëni pyetjen këtë drejtim për shkak se normal në konceptin e përgjithshëm popull mendohet që kur mes pa bukë, mes pa energji, do të më hangër bukë për më të ardhur energjia. Mirë po, normal në kuptimin shkencor nuk mendohet se sa duhet energji për mu tret ai ushqim, do të sa funksionon organizmi që është potencuar jo. Mendohet dikon 65% të energjisë trupore shkon vetëm për tretjen e një ushqimi të mirë të majëm. Kështu që do të thotë patjetër kjo lidhet normal edhe me edukatën e përgjithshme në ushqim. Po mbani përshtypje Besa më herët që tha se dikush thotë qysh derisa të shkon Ramazani është rënë, ndoshta edhe fillestarët e kanë këtë problematik, po dikush kur shkon në Ramazani qanë. Kisha dashur një eksperiencë personale me pru këto se kur kom qenë më e re, do të thotë i ndëgjojsha atë vjetrit, sidomos pleqt kur heshin muajin e shenjtë Ramazanit, thëshin na me hina e inshallah dalim. Aden edhe gjithmonë nuk e kuptojsha këtë thënie dhe i këshysh ja u nxisha për të madhe sepse për mua si një re me agjëru i shkurgjohesh. Do me thënë nuk e ndisha në një farfol me sfidimin prej agjerimit. Ndërsa për herë të parë një që ndoshta është për shkak edhe të kalimit vitë, ndryshon organizmi sigurisht me kohën. Për herë të parë në vjet, do të thotë që i ra Ramazani me qenë korrekt, fillova vetë mu brengos para Ramazanit me thonë, wow, qysh kom ja dal deri në fund. Do me thonë, për herë të parë fillova mi bë pyetje vetës që rash në atë nivelin e plegjve. Edhe ndoshta thash, nuk është problemi veç te fillestar, po ndoshta ndryshon edhe organizmi me kalimin e kohës, edhe pse qëllimi është mbi gjitha, do me thonë baza psikologjike, sepse normal në fund kur kaloj gjithë e diskutoj shumë sa letë shkoj, do me thonë nuk e kemi prit letë, po mësum shumë shpejt. Nuk është letë të qëndrosh 18 orë pa hangër edhe pa pi. Mirë po, çdo gjë e fituar letë është e pa vlerë. Çdo gjë e fituar me një mund, ajo e ka vlerën e vetë. Edhe na për atë po them, çdo ditë e Ramazanit është fest për njeriun i cili në mënyrë të devotshme agjeron. Pse? Kur vjen, thu, o Zot, sot, se ti e din që ke agjeru për Zotin, edhe ato e ke kry, edhe thu, o Zot, inshallah më pranohet kjo ditë të cilën unë me të vërtet, me sfidat më dha e kom kalu, se ndodhin përjetimet i kemi të shumëta që po thot Besa, është të vërtet edhe punëtori i cili punon në arë gjithë ditën, punëtori i cili punon një punë shumë të randë, ai shpesh edhe ai kur fillon thot, o Zot, a thu si do ta bëj ball këtë muj, pse tanë ditën ka me u djersit, tanë ditën ka me punu edhe tash Ramazani po vjen mujt e verës, kur janë mujt të nxehtë, që do të thotë panjata kanë me pas nevojë për me pisa si të mjaftueshme të lagjeve. Mirë, po edhe kjo punë, edhe kjo te i kalohet, sepse komponenta psiqike është shumë e lidhun, do me thonë, me aktivitetet të cilat na do t'i kryjmë. Dhe në qoftë se nuk ka probleme shëndetësore, shumë lehtë kanë kalu, kanë edhe ata para këtyne sot, do me thonë kanë agjeru, sot kushtet e punës janë shumë atë mira se sot dikur. Ata tanë ditën dikur unë i kom përjetu këto, se ka ra, kjo është hera e dytë gjatë jetës teme, unë me provu Ramazanin edhe gjatë verës, që do të kam qenë edhe të dajtë e minë shatë, kur e kom pas gjithë ditën kanë korë, gjithë ditën kam shi, gjithë ditën atë të nëzetë, kur nuk kam pas mundësi me umbrojt, ndoshta prej djelit e prej krit, edhe e kanë te kalu. Mirë po theme, mënyra e ushqimit është shumë e rëndësishme që këto te kalojmë, e rëndësishme që të pijen sasi të mjaftueshme të langjeve gjatë prej syfyrit, prej iftarit, deri në syfyr, në mënyrë që të kemi për ditën e ardhshme sasi të mjaftueshme të ujit në organizëm, kur dihet se 70% e organizmit është ujë, që ka nevojë për ujë, sepse të gjitha reakcionet se atë kryen organizëm. Mirë po, prapë po them, Zoti kur e ka mundësu këto, do me thonë e ka mundësu që mundet mu realizu. Pse? Organizmi i përdor rezervat të cilat i ka,
që do të thotë mëlçi, përdoren sheqerin aty në dyrnat, që do të thotë i përdor rezervat të cilat i ka në trupin e vet dhe është shumë lehtë me u kalu. Mirë, po në momentin nëse na fillojmë se gjithmonë bazë është komponenta psiqike, pra psikologjia e njeriut, se në momenti kur na fillojmë atë frigën, se nuk do të mundem, atëre vështirë të të nëshë. Përveç komponentës psiqike, sigurisht që ato janë, si që thash, i para prindi sa të fillojmë me agjeru. Pastaj hesapet e ndryshojnë, kalkulimet edhe vlerat edhe gjitha variablat janë kretjera. Në fakt, atë çfarë besimtarja kalkulan gjatë Ramazanit është për shembull sa rekate arrita të falë, sa herë namaz nafile bëra, a përmbajta nga ato që u desh të përmbahem unë, a ka qenë qëndrimi im, puna ime, agjerimi im, ibadet i pastër vetëm për Zotin tim, kam pasur do thot me hakikat atë punë, sa sure Kur'an i kam mësuar për men, sa Kur'an kam lexuar, do thot me du të them se këto janë kalkulime me gjithate për neve besimtarve, kalkulime dynjaje, që janë të vlefshme, janë dobit njeriut. Po në Ramazan dronë, unë kujtoj ndronë gjithë shka, edhe hesapi, edhe matematika, edhe kalkulimet, edhe krejt. Kështu që ne, për shembull, edhe atëherë kur kemi vështirësitë më të mëdha, ato nuk na shkojnë ka negativi, do thotë ka minusi, po ka pozitivi dhe ka plusi. Për shembull, nëse puna ime, pavarësisht sa jam lodhur unë, e ka bërë jetën e familjes time më të mirë, më të bukur, dikush ka përfituar nga ajo, ajo shkon në llogarinë time. Pastaj këto punët e llogarive në Ramazan janë të shufishuara. Allahu xhallahu ka thënë namazet jashtë të Ramazanit, me namazet e Ramazanit, shpërblimet i kanë shumë të fishta gjatë Ramazanit, do thotë edhe me këta edhe gjitha punët tjera. Pastaj është edhe çështja tjetër. Hesapet tek Allahu të krijuesi nuk matën me mendjen e njeriut. Për shembull, një mendje logjike, intelektuale, siç mund ta diskutojnë shumë psikologët apo e dona, kur nuk i kishte me barazu, për shembull, nëse ti agjeron dhe unë i marr sevapet e tua. Në fen tonë kështu është. Unë nëse ju ftoj për iftar dhe ju jeni ose një udhëtare ose jeni musafire dhe keni agjeruar, ju natyrisht marrjen e sevapeve tua sevapet e tua nuk pakohen, ndërsa unë i marr sevapet e tua. Prandaj këto janë pikërisht do të thotë bindjet, sepse ju po folni për bindjet në aspektin fetar. Do të thotë njeriu është qenie që mendon edhe pikërisht do të thotë është baza psikologjike që ne bindemi ndaj diçkatit. Kështu që pikërisht kjo është mrekullia e të besuarit apo agjerimit në kontekstin fetar. Gjithsesi kjo është ashtu siç e mendon dhe e kalkulon sepse fundja fare, siç edhe thohet në hadithin e nderuar, nuk i kuptoj njerëzit të cilët janë tregtar aq të dobët, aq dështues, cilëve u jepet një rast për të shlyer gjitha mëkatet që i kanë bërë gjatë jetës së tyre dhe të dalin të pastër dhe të pa mëkate. Të cilëve u jepet xheneti, mundësia e xhenetit dhe ata prap shkojnë e tërheqin në anën tjetër të kundërt. Po them për aspektin psikologjik të atij besimtari i cili matematikën e të kalkulimet e veta i ka besuar në fjalën e Allahu xhallahu në Kur'an dhe në traditën e pejgamberit alayhis salam, e cila është e bashme për të na mësuar neve se çfarëdo që bën dikush brenda familjes së vet apo komunitetit e ka një sevap të shumëfisht. Përfshir këtu gëzimin e jetimëve. Paramendoni në Kosovë se sa sot ka familje cilat nuk kanë çka të shtrojnë në sofrat e tyre, të ftohen ata, askujt nuk i kushton asnjë kuzhiniere të shtoj pak ujë gjellës, asgjë, më shumë vetëm të shtosh ujën e asaj çorbe, apo të përgdhelësh një fëmijë. Thjesht duhet të jesh solidar dhe solidariteti është pika kyçe e Ramazanit, i cila në fakt në matematikën e një dynjaja ati i cili nuk beson do thot në Zotin dhe në shpërblimet, thot po pse ti pakoju në pasurit e mia, pse të humbu në kohën, pse të dëmtoju në këtë, pse të mangësoj këtë. Përkundrazi, besimtari është i bindur që gjithçka shumë fishohet, edhe që gjithçka shpërblehet, edhe që ne gjithë e di, prangosen cytjet, prangosen veset, prangosen shejtanët dhe këto e në garancione. Ne duhet të dim që muaji Ramazanit është muaji i cili
përmes të cilit Allahu në Kur'an na flet për ato që ne i quajmë garancione, diçka që flet me bindje se Allahu ja jep besimtarit, se është i shpërblyer ai që duron, se është i shpërblyer ai që agjeron, se është i shpërblyer ai që respekton ato rregulla të përcaktuara, të cilat ne po i mësojmë edhe ata që si din kanë mundësi të mësojnë. Dhe se është me besimtarë, dhe se është me ata që falen natën, dhe se është me ata të cilët e ndajnë pasurinë e tyre, se është edhe me ata që janë të varfër e nuk janë lodhë prej varfërisë të tyre, por me gjithate, kam bindjen për një shpërblim në të ardhmen. Inshallah, donë Allahu që këtë Ramazan, edhe këtë Ramazan si çdo tjetër, ta përjetojmë si është më së miri. Fundja fare, një muaj janë 30 ditë, ato jetohen e shkohen, por aq sa përjetojmë ne, aq llogaritet se kemi shijuar nga ky Ramazan dhe dashur Allahu që ky Ramazan të jetë nga më të bekashmi që kemi pasur deri tani, të jetë një muaj i kthesave tona për 11 muaj të tjerë, për jetën tonë, për familjet tona, për një rend të ri, më të pastër, më të hapur, më zëvërbar ndaj njëri tjetrit dhe thjesht sigurisht se shpërblimet për këtë nuk do të mungojnë dhe do të shijojmë edhe në këtë botë, në botën tjetër. Unë kisha dashur me unë ndërlidh me besën këtu, edhe kisha me thënë se do të thotë muaji i Ramazanit përgjithësi ka shumë përfitime. Jo vetëm përfitimet, shpërblimet të cilat do t'i kemi nga Zoti, por e kemi edhe shpërblime shëndetësore, shpërblimet psikologjike të njeriu, shpirtërore, që do të thotë se kjo ka për atë feja muslimane është një prej feve për momentin, mund të them feve më të mira që ka ekzistuar dhe që ekziston dhe që është feja më komplete, e cila që do të thotë shpesh e kam dëgjuar këtë, thotë mos hek dorë prej asaj dynjaje për shkak kësaj. Mirë pas prej kësaj për shkak asaj. Ne do të mundohemi që t'i mbajmë të dyat dhe benefitet dhe përfitimet të tona janë këto. Ne do të përfitojmë shpërblime prej Zotit, nëse rregullat fetare i përcjellim edhe i përmbajmë rregullave fetare, do të kemi përfitime shëndetësore dhe shpirtërore, që do të thotë kjo është një kompleks, nuk mund të shiqohet vetëm në një aspekt, edhe të shifet të flitet, do të thonë mirë, po të gjitha janë përfitimet, vetë falja e namazit, që do të thotë e përpunon sistemin e boshtin e kurizit, e nyet, e gjitha që do të thotë i përpunon njerëz të cilët falen vazhdimisht, ata shumë më pak kanë dhimbje të nyjeve e të boshtit kurizit sesa njerëz të cilët nuk falen, që do të thotë vetë momentin kur bjen njeriu në sejdë e gjithë energjia negative lirohet dhe shkon në tokë, që do të thotë është ajo faza zero që bëhet, do të gjithë elektriciteti negativ shkon edhe për këtë arsye njerëz të cilët i përmbajnë, ata janë një rregullave fetare, ata janë njerëz të cilët në një mënyrë lirojnë edhe energji pozitive. Lusim Zotin, ti pranoj këto lutje, i falenderojmë mysafirët që na njoftuan rreth rëndësisë së agjërimit dhe po ashtu juve shikues të nderuar që na ndoqët deri në fund. Miru pafshim në emisionin tjetër me mysafirët e tjera. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.